A ndikon gjinia bebit tek për të përzierat dhe vjelljet gjatë shtatzaniz, është mit? Apo ka një të vërtet diku aty? Jo, njerëzit kanë ndërtuar gjithmonë kanë ndërtuar ato besitnit e tyre për gjatë qindra vjetëve. Unë mja marrë qik pak me profesionin tim, antropologji temja, jo, në gjithë madhe. Jo në pikpamjen e thellë shkencore, por që ka plot raste thonë që bebi me flokë të gjata për shembull shkakton më shumë të vjella, apo një fëmijë dëshuar djalë shkakton më shumë vjella, më shumë lidhet me mendoj me një gjendje emocionale të caktuar të nënës, e cila bën që të shpërthejnë hormone të ndryshme të cilat mund të shkaktojnë të vjellat, apo të transformojnë hormone në një format tjetër për të duke bërë për të shkaktuar vjella, apo njerëzit që janë në stres, që janë në hall, apo një gruaj që nuk e do një fëmijë, ka të padëshiruar, shpeshherë të gjithë to referojnë shumë më tepër të vjella se sa rastet e tjera.